pendimi është keqardhje, po është e vërtet. Mirë po, pendimi për të kompletuar duhet kalon nga keqardhja në punë të mira. Se ka njerëz të cilët për shembull kërshi punëve këqija, mëkateve të caktuara, ndihen keq, po është e vërtet. Mirë po, kjo keqardhje çka prodhon? Kur gjë? Është e dobët, ai keq niyet, Allahu na fal, keq po bojmë. Mirë po pas saj, a ka përmirësim gjendjes? A ka punë mirë jo s'ka? Atëra është e pamjaftueshme. Prandaj kjo gruaja, shikoni të ndërrozë, ka bë 2 hapat e dur, për që ata e ka livdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është ndi keq e para, ka ndi nevojë që Allahu më mëshiru, ka ndi nevojë që Allahu më e fal, dhe si pasoj e kësaj ndjenje i ka bo mirë një krijesë të Allahut mënduar dhe ka bo mirë. Aja sumet veç në keqardhje më po vjen keq. Çka më bo? Çështë situata dhe me vetë, jo. Aja ka vazhdu tutje, cila ka qenë ajo që ka vazhdu tutje, hapi i radhës cili ka qenë, i ka dhonë qenët me pi ujë. Çaja ka qenë mundësia me bo mirë në qëtë moment. Aja ka qenë mundësia me bo mirë në atë moment. Prandaj, pendesa nuk është vetëm keqardhje, edhe pse keqardhja është baza e pendimit. Ai që nuk njihet keq nuk mund të pendu. Mirë po, zanafilla e pendimit është keqardhja. E kompletimi i pendimit është pastaj të bësh punë të mira. Kështu që Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an shumë raste, edhe në çështjet e krimeve të mëdha që dikush mund t'i bën, Allahu xhallahu përmend se wa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Ata që pendohen, pastaj besojnë dhe bëjnë punë të mira, e të këtillëve Allahu ia pranon pendimin. Po ky është ai që Allahu ia pranon pendimin. Kështu që kjo është ai që duhet të kemi të qartë. Pendimi po është keqardhje, por keqardhja duhet të jetë e fuqishme sa që e lëviz deri në drejt punëve të mira.